Ne domosdoshmërisht kërkuam vlerësimin e paligjshëm të arrestit dhe caktimin e një mase më të butë sigurimi se sa ajo e kërkuar nga prokuroria. Sepse vlerësuam dhe vlerësojmë që kërkesa për caktimin e një mase të rëndë shtërguese ishte e panevojshme dhe jo proporcionale. Gjykata, pas një hetimi të qartë, vendosi vlerësimin e paligjshëm të arrestit dhe caktimin e masës sigurimit, detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore për të dy të arrestuarit. Kjo, për mendimin tonë, është një vendim krejtësisht i drejtë dhe proporcional me rrethanat e faktit, rrezikshmërinë e personave dhe gjithë ngjarjen, pavarësisht bujes së bërë në rrjetet sociale dhe në media të kësaj ngjarje, por përfshirja e këtyre dy shtetasve ka qenë tetë e vogël për të justifikuar arrestin dhe caktimin e një mase të rëndë sigurimi. Kjo tregon qartësisht se gjykata, pra në një shtet të së drejtës, gjykata mund të vlerësojë drejt provat dhe proporcionalitetin e caktimit të një mase sigurimi si element shumë të rëndësishëm në një proces të rregullt ligjor. Për shkak të pozicionit tim si avokat dhe për shkak të delikatesës së çështjes, ku bëhet fjalë që janë të përfshirë të mitur, nuk mund të hyj në detaje konkrete të çështjes, por akuza e ngritur nga ana e prokurorisë deri tani për mbajtjen e armëve të ftohta pa leje nga klientët tonë është deri në këtë moment tërësisht e paverifikuar. Normalisht që një gjë e tillë do t'i mbetet hetimit, i cili do bëhet në mënyrë sekrete, pa u bërë me dije publike, kjo për të mbrojtur integritetin dhe për të mbrojtur të dhënat personale dhe gjitha të drejtat që ka i mitur në një proces të rregullt ligjor. Sidoqoftë, dua të sqaroj se klientët tonë, pas edhe komunikimit me familjen, janë të gatshëm për të rregulluar marrëdhëniet me gjitha të personat të përfshirë në konflikt. Dhe kjo është e domosdoshme për të patur një sjellje të shëndetshme të gjithë aktorëve të përfshirë në këtë konflikt. Së fundi, mendoj që këto ngjarje, të cilat të kësaj natyre, të cilat kohët e fundit rezulton që janë përsëritur disa herë, mendoj që duhet të minimizohen dhe kjo duhet të verifikohet në mënyrë të qartë mënyra e edukimit të këtyre të miturve. Dhe unë jam i mendimit që jo në të gjitha rastet është e domosdoshme apo e nevojshme arrestimi apo prangosja këtyre personave. Nuk është mjeti i dur. Unë mendoj që mjeti i dur, e kam thënë edhe në të kaluarën, për edukimin e të miturve dhe për minimizimin e kësaj kategorie çështjesh është që duhet të ndërhyjë shumë më tepër familja, shkolla, komunitetet fetare, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme në formimin e të rinjve, për të minimizuar këto lloj ngjarjesh dhe për të formuar më mirë edukimin dhe rishoqërizimin e këtyre personave.